Ishte këmbgulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mbështetur sidomos nga Britania e Madhe dhe Gjermania, që çoi në intervenimin human të NATO-s dhe Evropës ja qetësoi disi ndërgjegjen e vrarë. Kurse shqiptarve u aktheu shpresën e thyer. Do të ndjek deri në dhomën tënde të gjumit. I pa thënë amerikani Wesley Clark, komandanti i forcave të NATO-s për Europë, ekzekutuesi të 1 milioni njerëzish në të 10 vite, në takimin e fundit në Beograd. Dhe këtu filloi finalja e madhe. 78 ditë e net bombardime për të ndalur holokaustin e fund shekullit 20. 78 ditë e net bombardime për të mundur inkvizicionin serb të shekullit 20 në Kosovë. Makineria ushtarake serbe e dëshpëruar do të hidhej mbi njerëzit civil. 500 fshatra të djegura, qytete të tëra të shkatëruara, dje me burrë të gjithë moshave të ndarë nga të dashurit e tyre për të bushkatuar e varrosur në varreve masive, gra të përdhunuara, fëmijë që shikonin prindrit e tyre duke vdekur. Një popull i tërë, i detyruar me dhunë për t'u larguar brenda disa orëve nga bashkësitë, që familjeve të tyre u ishin dashur brezët të tërë për t'i ndërtuar. Por as kjo egërsi tipike serbe nuk arriti ta eliminojë UÇK-n. Madje siç do të thoshte presidenti Clinton në gazetën New York Times të datës 23 maj 1999, rradhët e saj po shtohen dita ditës. E ajo ka filluar të ndërmarrë ofensiva kundër forcave serbe, të cilat fshihen skutave për të shpëtuar goditjeve ajrore. Hemoragji trupash serbe do të zbarkojnë në Kosovë. 40.000 sish, me afro 300 tanke, do të afusin këtë vend në qengele bizantine. Elaboratet serbe për spastrimin etnik të Kosovës, ashtu si që bën 100 vjet më parë në Toplicën e Jabllanicën shqiptare që sot nuk kanë asnjë gjurmë të këtij etniteti, po zbatoheshin saktësisht. Duhej të zhdukej nga faqja dhe ky popull, dhe mos të më këmbëj kurrë. Kjo fushat bizare do të ngrejë në këmbë thujse gjithë globin. Gjenocidi serb i habiti edhe miqtë e tyre tradicional. Lufta me përmasa ballkanike ishte në prag të shtëpisë. Njerëzimi kërcënohej t'i hynte një rrugë krejt të kundërt me vizionin e shekullit 21. Krejt kjo për shkak të një të smuri paranoik në Beograd që nuk pranonte realitetet në Kosovë, ndërkohë që Maja i shtrënguar fort për karrigën e pushtetit. Bota u shokua nga kjo barbari, që nuk ishte parë 50 vitet e fundit. Njeriu që tragjedinë e re shqiptare do ta përjetonte si tragjedi të tjerë, dhe të familjes së madhe amerikane cilës i përket do të jetë presidenti Bill Clinton dhe britaniku Tony Blair. Populli im do t'ju jetë mirënjohës për jetë të jetëve, si që është sot mirënjohës ish presidentit amerikan Wilson, i cili në fillim të shekullit 20 i shtriu dorën Shqipërisë. Kësaj Shqipërie të vogël, që tashmë t'i hapur derën e madhe për pritjen dhe strehimin e 600.000 vëllezërve nga Kosova. Asnjë vend tjetër nuk majti një peshë kaq të madhe sa Shqipëria, dhe asnjë vend tjetër nuk bëri më shumë për të ndihmuar fitoren e humanizmit. Janë këto fjalët e presidentit Clinton drejtuar popullit të Shqipërisë. Asnjë hap më mrapa nuk do të mbeten shqiptarët e Malizi dhe të Maqedonisë. Bile këta të fundit, të vetë organizuar do të jenë të parët, që do t'u ofrojnë një pikë ujë në buzën e qartë të vëllezërve të tyre të dërmuar shpirtërisht dhe fizikisht. Ndërkohë që në Kosovë luftohej plëm për plëm. UÇK-ja përpos që duhet të përballohej me 40.000 trupa dhe 300 tanke armike, duhet që të merrte përsipër edhe rishtrimin dhe ushqimin e 500 milioni njerëzish në male. Kolonat e vdekjes kryenin ritualin pambarim. Njerëz të gjitha moshave do t'i gjesh në Krojmir, mbi gryk të Llapushnikut, në Bajinc, në Globare, si kudo në Kosovë. Në kanë qitë në malë duhet të shpesh.
jeta duhet të vazhdojë. Edhe lufta duhet të vazhdojë. Ajo ishte e tmerrshme, por shkonte drejt një epilogu të favorshëm për shqiptarët. Pa çka se shumë prej tyre nuk do ta gëzojnë lirinë, sepse ata kishin një ëndër. Ëndër e cila po bëhej realitet. Ndërkohë që ushtarët tanë bënin luftë vetëm në okupatorin armatosur, këta të fundit trimërinë e tyre e tregojnë ndaj civilëve. E shihni këtë voglushe? Quhet Drenush. Drenush Gashi. Serbët, pas ja vranë nënën, edhe vllain ja pren dorën. Fati e deshi që ajo ra në dorën e mjekëve tanë dhe ata u kujdesën 3 muaj. Tani ajo ndodhet në Austri. Dhe si Drenusha sot ka mira e mira fëmijë shqiptar pa prindë e vëllezër. Por lufta ka edhe anet paradoksale. Bota e pastër e fëmijës nuk do të di për momentin në çfarë rrethane ndodhet. Ata dëshirojnë të luajnë si gjithë fëmijët e botës. Edhe këta të ri luajnë futboll në Bajinës, vetëm 300-400 metra larg nga forcat serbe. Qënje një fuqishme për të jetuar.